Një tjetër operacion policor me fokus goditjen e shitjes së lëndëve narkotike u finalizua në territorin e qarkut të Shkodrës, në zbatim të planit të masave për rritjen e parametrave të sigurisë dhe goditjen e paligjshmërive, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e Komisariatit të Policisë së VAUTD-s në bashkëpunim me forcat e posaçme Shqiponia organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Shadow. Si rezultati i këtij operacioni u arrestuan në flagrancë një 32 vjeçar me inicialet KP banues në fshatin Kapedan. Gjatë kontrollit në lokalin e këtij shtetasi dhe në një ambient ngjitur në fshatin Kapedan, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis që e posedonte me qëllim shitje në doza. Lënda narkotike u sekuestrua si provë materiale, ndërsa dosja hetimore në ngarkim të këtij shtetasi i kaloi prokurisë së Shkodrës për veprat penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve dhe përshtatja e lokalit për përdorim droge. Operacionet e tilla do të vijojnë në gjithë vendin dhe në prag të festave të fundvitit, puna policore do të intensifikohet me qëllim goditjen e këtyre rasteve.